Deklasifikimi i plotë i dosjeve të ish sigurimit të shtetit dhe zhvërja e certifikatave të pastërtisë së lëshuara më parë nga komisionet Bezhani dhe Mezini u mirëpritën nga palët politike në kuvend në vitin 2022. Socialistët dhe grupimi i Enkelej Dalibejait në Partinë Demokratike ngritën kartonat jeshil, ndërsa vetë kryeministri Edi Rama deklaronte aso kohe se me këtë akt do hidhej dritë mbi shtetasin me iniciale IM të përfshirë në dosjet e ish sigurimit të shtetit, e që në atë kohë besohej se bëhej fjalë për Ilir Metën. Më shumë se 3 vite pas këtij votimi në parlament, procesi i deklasifikimit ka ecur me hapa të ngadaltë dhe për shkak, sipas të vetë autoritetit të dosjeve të ish sigurimit të shtetit, është bërë një vendim qeverie i pa konsultuar. Në raportin vjetor të depozituar në kuvend, autoriteti i dosjeve thotë se në vitin 2024 ka hyrë në fuqi një VKM, e cila nuk është konsultuar në asnjë moment me ta dhe që ka sjellë ndërlikime në procesin e deklasifikimit. Kjo pasi VKM-ja e detyron autoritetin të marrë opinionin e shërbimit informativ të shtetit në çdo rast deklasifikimi, gjë që kërkon kohë të konsiderueshme për shqyrtimin dhe vlerësimin përfundimtar të çdo dokumenti, edhe pse jo çdo dokument përbën rrezik për sigurinë kombëtare apo marrëdhënie të ndërmjet shtetit, thuhet në raportin që autoriteti i dosjeve ka dorëzuar në kuvend. Po ashtu, problematika janë hasur edhe me legjislacionin për arkivat. Në 1 janar 2025 ndryshoi ligji dhe arkivi i sistemit të Ministrisë së Brendshëm kaloi në varësi të Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave, duke bërë që fondet arkivore të mos administrohen më nga Ministria e Brendshme. Për rrjedhoi përgjatë vitit 2026 vijon e njëjta pengesë institucionale në raport me aksesin dhe shfrytëzimin e fondeve arkivore të Ministrisë së Brendshme, pasi ato nuk janë transferuar ende. Këto rrethana pengojnë autoritetin të ushtrojë detyrat fundiolnale, duke çuar në vendimarrje jo të plotë, jo shtërruese dhe që cënojnë besueshmërinë e publikut, thuhet në dokument.